Jo vetëm të pandehurit, por edhe ata që i mbronin u kthyen në objekt ndëshkimi gjatë diktaturës komuniste. Historia e avokatëve që u përballën me survejimin, burgosin dhe kufizimin e ushtrimit të profesionit u rikthye në vëmendje të veprimtarisë përkujtimore, mbrojtja në mbranga, organizuar nga autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Nuk bëhet fjalë thjesht për një kategori, për një listë të re viktimash, bëhet fjalë për të parë peshën e mungesës avokatisë ke cilësia e vendimeve penale që u prodhuan më vonë. Mendojmë që shoqëria shqiptare vazhdon akoma të paguajë dëmin. Nga një anë janë plagët e familjeve akoma të patrajtuara, dëmshpërblimi civil akoma i pa përmbyllur, por edhe ke disa smundje, do thoja, të shoqërisë tonë që burojnë nga një periudhë shumë e gjatë në një sistem jo demokratik të drejtësisë që nuk ka lidhje fare me drejtat e njerëzit. Për kryetarin e Komisionit për Çështjet Ligjore, Ulsi Manja, një demokraci e vërtet matet me aftësinë për të garantuar të drejtat e individit, ndërsa ruajtja e kujtesës dhe dokumentimi së vërtetës mbetet themel për institucionet e pavarura. Një sistem demokratik nuk matet vetëm me forcën për të ndëshkuar fajtorët. Ai matet me aftësinë për të garantuar të drejtat e individit, kur ai gjendet në pozitën më të vështirë përballë makinerisë shtetërore. Prandaj puna e autoritetit dosjeve është jetike. Hapja e arkivave dhe dokumentimit vërtetës janë gurët e themelit të një demokracie të shëndetshme. Si kryetari i Komisionit Ligjeve e deklaroj me bindje se Kuvendi i Shqipërisë ka detyrimin kushtetues dhe moral të garantojë që institucionet e drejtësisë të mbeten të pavarura. Në të njëjtën linjë, zëvendës ministre e drejtësisë Elona Hoxha theksoi se forcimi i shtetit të së drejtës është jo vetëm një detyrim në rrugën e integrimit europian, por edhe një përgjegjësi konkrete institucionale. Në një vend ku avokatët dikur u vunë në pranga sepse guxuan të mbronin, sot shteti shqiptar me përsipër të mbrojë të drejtën e tyre për të mbrojtur. Ndaj për ne, forcimi i shtetit të së drejtës nuk është vetëm një detyrim i procesit integrimit evropian, por një përgjegjësi konkrete institucionale. Aktiviteti u përmbyll me një ekspozitë përkujtimore me dokumente arkivore, fotografi historike dhe profile të avokatëve mbrojtës të periudhës 1944-1966.